E fabula tjetër e tjo, plasë. Unë e hapa në fakt rrandë e kaluar këtë fabul, është thjesht një ideja ime që kisha kohë që e mendoja dhe realisht më ka natyrshëm. Të kam thënë, dhe në fakt kjo nuk ka lidhje vetëm me Ramsin, këtu ta bëj çdo, po vendet e tjera për shumë të zhvilluara e kanë. Për shumë Macroni më thanë muaj e ka 16.000 euro neto në muaj. Ndërkohë që rroga mesatare, se më kisha këtu me këtë bëra debata rroba tani. Rroga mesatare në Francë nuk është më shumë se isha me kaprin, bravo, nuk është më shumë se 2.500 euro. 3.000, rroga mesatare po flas. Dakor? Pra e ka, Macroni e ka, pra 3.000 është aty rroga mesatare, se më tha i duhet një raport. Raporti, po. Ky e ka 16 neto. Nuk po flasim për bruto, bruto vetë shumë, Pra e ka paka shumë sa eri bie, më 10 herë? Më të lartë? Në qoftë se mesatare është 2.500, bie 7 herë. Rreth 7 herë, po. Më pak. Tani, unë propozova në emisionin e kaluar dhe kemi filluar dhe një peticion, do të nxjerrë Leti tani. Ti qesh, por e kam seriozisht. Në rregull. Qeshja serioze është, nuk është. Bravo, jam dakord. Edhe mua më vjen për qesh pastaj, pastaj të marr, po si qesh më burr. Por para se të flas unë do thonë njerëzit janë mjaft llape se e dim tezën tënde, unë them minimumi 30 milion lekë në muaj do ketë rrogun ai, nga 3 milionë gjysmë që e ka tani, i bëm llogarit me kaprin, ai me rrog neto më duket 3 milionë gjysmë. Jo, 3 milionë gjysmë vetëm bashkë me bruton ai, bashkë me këto. Edhe me dietë. 2.5, 2.6. Bravo. Nuk po flasim për rrogat e deputetëve, se po ngrit kjo e këtij do ngrihen edhe të tjerat normalisht. Jo kaq fish sa ky, po do ngrihen edhe të tjerat. Le të rim te Ramsi valla. Pse Marsit Gupi dhe këtu do ta bëj debatin pastaj, të ketë debat me Denisin dhe me Sebastianin, nuk i çmendojnë ata. Pse sipas te, ja, ç'a është kjo të lutem për njerëzit? Peticioni për rritjen. Rritje rroge për kryeministrin e Shqipërisë Ramsi 4. Po. Dhe ç'a thot atje? The Yusu, ç'a është ajo? Është anglisht. Apo s'ka lidhje ajo? Firmos peticionin është. Po kush e bën të peticionin? Ne më kemi. Okej. Kush, ç'a faqe bëhet kjo kjo? Është një platformë që quhet change.org, ku mund të ngrish peticione të ndryshme. Change.org, futu që i Denis lutem. Sebastian, futu pak change.org ta shohim na del ky peticion. Hiqe pak QR kodin e kjo. Ta shohim mirë. Dhe këtu ç'duhet të bëjë njerëzit? Nuk pengon asgjë QR kodi, s'ka problem. Nuk pengon gjë QR kodi. Okej, dakor, lere. Këtu tani për të ndihmuar njerëzit, ç'a duhet bëjnë njerëzit në këtë peticion? Se ka të njerëz që s'kan bënë një peticion. Duhet firmosin atë peticionin atje që t'i rritet rroga kryeministrit. Po si ta firmosin pra, është online ky peticioni? Po pra Jaku e ke signed petition thotë. Duhet futesh me emër mbi emër dhe adresën e emailit edhe firmos. Do të bësh me emër mbi emër. Po. Këtu përjashtohen shumë njerëz. Këtu përjashtohen njerëz se njerëzit kanë frikë. Nuk ka emër, është anonim. Është anonim le dy, bëre kot. Përjashtohen njerëz që s'din përdorin emailin për shembull. Jo, nuk kanë vetë emrin mbi emër, është anonim thotë. Po jo, mosha mbi 60 vjeç me përdorin emailin me këto. Mirë, edhe po se përdorën ata 60 vjeçarët. Ata dorama, ke vënë re që Nëse ne ta bëjmë mirë. Po. S'kem tani. Ata kanë dhe fëmijë, mund t'i ndihmojnë apo. Po përcaktove, po s'quhet pastaj se është votë fshet. Por nuk është votë kjo më burr. Po isha ka hobur. Jo, prit një të informojmë njerëzit pastaj. Është dhe një lloj referendumi ndërkohë. Po është referendum. Dhe ne do e mbajmë të gjatë. Okej. Change. Ledio? Tani nuk e din. Change.org. Mendoj që nuk e din patronazhistët, se sa ta gjejnë patronazhistët si faqe. Çfarë do thonë? Po apo jo? Ti rritet. Patronazhistët? Ti rritet. Lak më burr. Jepi. Lak. Marsi, të lutem më thua 1 2 3 4 me pika, pse Ramsi të 4 duhet të rritet rroga? Unë them do të rritet 10 fish, pra nga 3 milion t'i bëhet 30 milion, po flasim plus minus, se nuk i dim fiks tani. Dikush tjetër jo Arjan të thotë se të 10 fish është shumë, deri në 5 fish. Pra, t'i bëhet për shembull jo 30 milion, t'i bëhet 20. Unë ndam dakord, ti rritet 30 milionë do t'jap arsyet. Jepi. Arsyet disa janë faktike. Denis, dëgjoni çik Sebastian, të lutem. Dëgjoni pak se më duhet që nëse jeni dakord ta kundërshtoni vëlla. Disa janë arsyet pse nuk duhet të rritet. Po, disa janë arsye faktike dhe disa janë arsye të ardhme, sepse një kryeministër ka dhe shqetësimin mbas lënies së mandatit. Po do i thoj konkretisht merri me radhë të gjitha. E para një është vjetërsia në punë. Që e përcakton dhe kodin e punës. Ka 4 mandate. Vjetërsia në punë, Sharp Perez, kështë shkuar në mendja jevi. Po është e drejtë, është, le të themi kështu, viti i ti 13 si kryeministër, po. Si kryeministër, kështu që me këto vjetërsi i meriton të 10 fishon. Një kjo. E dyta bën punën e të gjithëve dhe a bën aq gati sa thjesht vjen firmën. Në kuptimin pozitiv. Pra ky punon nga mëngjesi në darkë, ministrat dhe vetëm që bëjnë është vjen firmën. Punët janë gati, veprat... Vizionin e bën ai, lodhet ai. Vizionin e bën ai, ri pa gjumë, ri gjithë kohës në punë.
3. Për shkak të udhëtimeve dhe qëndrimeve në avion, makina i është shfaqur hernia diskale dhe hernia diskale shfaqet një për shkak ngarkesës, qëndrimeve të gjata. Ka pasur këtë, po tani është shtuar shumë. Është shtuar pra, është shtuar. Nga sakrificat që bën. Po, nga sakrificat që bën dhe kjo do të kompensohet. Verë. Prandaj ka dhimbje mes ti shkëti gjithmonë. Pa nga ndonjëherë që mezi ka ku ngrihesh kështu gjuna. Po. Është e tmeshme ajo. Ndërsa këto janë arsyet faktike dhe që janë të prekshme. Ka dhe disa që janë, le ta themi kështu, shqetësime ekzistenciale të Ramës në lidhje me të ardhmen. E para ai ka marrë një shtëpi shumë larg Tiranës, edhe me këtë rrogë do të mendojmë edhe karburantin, që do ketë makina ti që të zbresin Tiranë, kur mos jetë më kryeministër. E dyta herë Rama nuk di t'i japi makinën, se ka deklaruar vetë i duhet edhe i shofer. 3,5 milion atë shtëpi të madhe të pagesa faturave dritave, pra do të heqim këto shqetësime. Bravo. Në lidhje me karburantin, lidhje me shoferin, lidhje me automjetin. Po ashtu, gjithashtu duhet të heqim shqetësimin edhe lidhje me udhëtime, sepse është mësuar të udhëtoj. 3,5 milion është thjesht një udhëtim, po të shkosh në ato hotele në të cilat ai Dhe s'dihet dhe si i bën tani këto udhëtime me këtë Air Albania. Me këtë Air Albania, po. S'dihet më tani deklaron këto si kush me 2.700.000 lekë në muaj çane. Çmenduri me Shqipërinë madhështore që ka pikturuar nuk të del rroga për të blerë një apartament 1+1 Durrës. Ke meriton ky njeri ta shijoj për shembull një apartament ose një vilë Buzdeti. Minimaliste po themi. Ka oligarkë që kanë ndërtuar, kanë zënë gjithë faqen e malit aty dhe gjithë faqen e fushës dhe ky s'ka i shtëpia. Edhe me vizionin e këtij, kujdes. Dhe se beton ata. Me lejet e këtij. Po me lejet e këtij, me ndimin e këtij dhe ky me rrogën që ka sot s'beton ti apartament. Dhe kur e mendojnë që nesër mund t'i përplasin edhe derën në fytyrë, po shkoj ti thot për shembull që do marri kredi. Po të Kredia më del për shembull me rrogën 2,5 milion kam 160 mijë, s'mund të blej shtëpi. Është shqetësim aktual, real, i cili duhet të hiqet. Dhe e fundit që mendoj është që duhet t'i rritet rroga, sepse ky mund mbaj burgun e gjithë tyre tjerëve që s'kan bërë, mund të japet në një proces. Gjithë e thonë që sa është kryeministër nuk do të synohet, po mund të ketë me çfarë do i paguaj një avokat të mirë ose një studio prestigjioze, ose qoftë në kompani lobimi, se okay, Berishës se doli ja paguanin fëmijët. Ta qartë. Ky duhet ta heqë këtë shqetësim, sepse Zao është i vogël, kurse djali vetë i madh nuk ka ndonjë aktivitet ekonomik. Qartë. Kështu që le të rritet rroga. Edhe gruaja ka rrezik, nuk ka ndonjë gjë. Po. Se nuk e dim. Ama ka i gjë, edhe i një fundit çanit, e pastaj ta lej fjalën edhe kolegëve. Po si mbate si pika dreqim, atë kishim si kështu, si... I kam, i them prap. Jo, prap, jo. Si numër pikash, mo. E para, e dyta... Një vjetërsi jam punë. Jo, mos e përmërës, të fillu nga përmimi, jo. Mirë, dakor. Dhe fundit është kjo që gjithë elita sot socialiste, po ta veshre, ka bërë një emancipim në raport me Brazinë gjinore, sepse gjithë këtyre shtëpiat ja blejnë gratë, pronat i kanë për shkak të familjeve të bashortëve, dhe ku është merita këtyre në mënyrën se e drejtojnë shtetin. Shumë Arbena Metaj tha që vila ishte bashkëtueses dhe gruas së dytë. Edi Rama thotë që shtëpia në Surrel është për shkak të ardhurave që ka bashortja. Ilir Meta po ashtu doli dhe pa shtëpi fare, ishin që gjitha se ishte pallati i familjes Monikës. Ta kur sa i mbajnë gratë veta, familjet e vet, është një peshë e madhe që i rëndon, që duhet heqet shqetësimi ekzistencial. Domethënë dhe ky të çoj lek në shtëpi, se një burr që për shembull nuk arrin të çoj pranë shtëpi, dominohet nga gruaja, poshtrohet, edhe ky është një shqetësim. Janë shqetësime psikologjike. Dhe për të, se unë jam dakord me Marsitin, ju e dini, pikpamjen time dhe bile ka bërë namin kjo gjë që unë kam thënë javën e kaluar, ka krijuar një ndek të madh. Shumë njerëz më thoshin a jenë Terezia apo jo, në këtë moment që Shqipëria ka këtë korrupsion kaq të madh, apo vjedhin kaq para ti thua të ngrihet. Pikërisht prandaj për këtë duhet të ngrihet. Po. Se ti nuk e the, ulet korrupsioni. Ulet shumë. Ti ngrihet aty ulet. Bravo. Ti ngrihet. Dhe duhet thënë dhe 3 arsye tjera masi që ti harrove ti thoshje. Do e them unë për zotrin që kam, Denisin dhe për Sebastianin. E para, kjo që ne duam të bëjmë për Ramsit, nëse bëhet, unë do jem shumë i gëzuar. Do të shërbej jo vetëm Ramsit. Po ditën kur do iki ani 2040, 2050 kur do iki. Të shërbej për ministri tjetër. Po. Pra se duash të përfitoj dhe ai që do vi. Është thjesht interesi ti vetjak. Normale. Është më shumë se kaq, një e para, e dyta. Po të ngrihet rroga Ramsit, ta ketë minimumi 30 milion lekë në muaj rrogë. Neto, po flas, neto, jo bruto, neto. A do jetë detyruar Ramsi, dhe e shtoj pyetje, që të marrë një telefon për shembull Zamon ose Çet Kasratin, e kupton? Edhe ti thot të marrë një telefon direkt sa ty në zy, për shembull, dhe bam ti marrë telefon se ta marrin ata në telefon. Jo, nuk do pierdi fare për ta. Jo, do thot mishdukni, më kush janë. Jo mishdukni, po nuk i njeh më morbur. Diskutohet. Jo, po bëjnë çik këtë se na duan, se kanë media të mëdha ndaj këtij, e kupton? Ata mund ta kompensojnë për shembull me litra karburanti dhe me frigorifer, lavatriçe, se me clearing funksionojnë kryesisht. Zamiri me Çetin pra. Si ta kompensojnë? Clearing funksionojnë. Për shembull i çojnë frigorifer, mund të çojnë 10 frigorifer. Po s'lejohet më burr, se do të rrojë gjithçka ky më burr.
Po flasim post apo tashim? Jo, unë them, po po të mos, po të ketë rrongë të vogël, ato nuk i merr dot morti deni. Okej. Po ky është problemi pra se duhet deklarojmë më burr. Sigur ata duhet javi me zor prapë. Po nuk lejo, më ky do deklarojmë Ka do mbi ta 100. çojmë prapë, do ta vënë te porta e tjera. Jo, pra, jo, nuk i pranon dot. Zamiri, pianurën. Nuk i pranon dot. Bolieri. Nuk i pranon dot. Gjeti aty tollonat, e kupton, do të thënë ta tollona naftë. Po mi më janë dakord, po nuk i pranon dot, me ligj nuk lejohet. Nuk i çon dot tollona naftë, se mund të ketë makinë elektrike kineze. Dhe e tjetra. Me të rrogë të madhe po ta bëjnë, ai duhet i barabartë me oligarkët e Shqipërisë, me këta emra i përmendëm ne. Duhet i barabartë. Pa nuk do të ketë më kompleks inferioriteti. 400 milion lekë ardhura. Tani në vit. do bëjmë alternativë. Oponencë, jo alternativë. Ti e para, je dakord për ngritje për unë tani po mendoja për 10 fish. Kur dëgjoja Marsitin tani po mendoja. Para herë. Je dakord Denis për 10 rrogës? Rama ka thënë jo. Ti je kundër? E di pse. Po tani më thuaj kundër Po një një sekond, Po më thuaj pse je kundër. Do vegjë se nuk i kam shkruar dikush, do ja harroj. E para. Unë të kam një skaletën, nuk e di pse ke parë. Jo, po të them që improvizoj tani. Dakord. Për të bërë edhe oponencën e gjës. Okej. E para, Rama thotë që jam katunar Sureli. Apo jo. Pra, do ta pranojmë të fakte, kur një person thotë jam katunar, nuk ka pretendime për para. Sepse është lokalist, është aty ku ka zonën, pra nuk ka fare këtë pjesën e pasurisë. Plus i Rama thotë gjën më kryesore, para e thotë është mjet, nuk është qëllim. Është diçka që e parëndësishme. E dyta është bohem, njëri bohem. Që flën në shtëpitë e botës, dikur. Do të thënë, tani jo më. Jo si karakteristik. Pra, se po jam gjithmonë në referencë të tezave që tha Marsidi. Ka hernjen diskale. E bën vetë, vlla. Dhe jo vetëm. E bën vetë që të duket sikur ka shumë halle. Pra, se ti thon nuk e ka. Po jo, burr, ai sa që bëne është. Po është e atë. Ja, por të beson mua se një. Po është atë, nuk thash që nuk vuan, më po e rëndon vetë, pra ecën vetë sikur. Po nuk ka. Shiko, nga pikpamja vetëm hernje, nga pikpamja teatrale. Po dëgjoj ta them, pastaj i vendosu. Okej. Dialog më. Nuk ka vetëm hernjen. Po. Ka dhe azmën. Ti e di kur e kap krize azmës, sa se ç'bëhet. Mbyllën shtëpi 3 ditë në errësirë, valla. Ore, pandaj po ju them, ka njerëz me zemër të vend më. Si nuk i vjen keq. Po pra. Ore ri nga mëngjesi në darkë, imagjinoj ke parë që djath vetëm dje, 7 orë. Vetëm dje më 7 orë kryeministri. Ore shkusur ka tjetri burr. Morë Denis. Pret shtëpi, pret djalë. Po si është burra se këto po përfitojnë. Po vazhdo jepi, po ta bëjmë dialog burr. Dele nuk i ngre këmbët. I rëshket. I rëshket. Po nga herë një kamur burr. Që të duket që është rënd, nuk ka hall. Çfarë do thua tani që ai ishte aktor më? Aktor. Bën sikur. Po nuk është kjo çështja sot më. Po jo më po i parashtroj si çështje Marsidi tha 1 2 3 4 ka dhe hernjen. Ora Marsidi tha pse duhet i ngrihet rroga. Unë them që mos ja ngrem sepse nuk ka nevojë. Pra ai nuk ka nevojë. Ti thua nuk ka nevojë për leka i fare më. E ke vënë vesh vetëm i bluzë zez. Pra, ai vetëm nga halli vishet me kollarot, ai kalon këto edhe këto. Po ato kostumet, i kupton se janë të lira ato i vesh ai më. Kostumi që kishte vesh sot, duket i lirë. Lira fare më. Pse çai di? Si kostume turke thotë nga ato 100.000 lekë? Jo, më i çepen kështu, duket se Lajla Përnaska e çep. Duket. Seriozisht e ke? Po, kollarët duket e Lajla. Lajla Përnaska? Po. Ka qenë deputete PD-s më. Ka një sallon ku çepen gjëra mirë. Nuk është se qep ajo vetë Lajla. Familja vetë. Dakor, nuk e di unë këtë. Po është e sigurt, Denis? Nuk është ajo sigurt do se nuk është se shoh Ramën që shkon aty dhe bën masën e kollarëve. Janë thashë them me këtë që thonë jo Brioni, jo këtu kështu. Kostume. Unë nuk besoj, unë e di që Rama është lokalist, pra. Ai pitë vetëm verën 30 mijë, si do e përballoj. Thashë themësh. Edhe nëse ka piro tani Denisia ka qerasur dikush një zemër mirë, por që ka thënë api goto por tani se ka bler ai. Si ka ngelur shia ti ngojë edhe kur do ke mundësi ta provoj prapa apo jo, ka i sa punoj. Kjo është torturë e madhe. Grupet e interesit rrugës. Ti je kryeminist që ka 12 vjet që punon e mos ket mundësi të pi gotë verë. 33.000 euro është dakord jam. Ktu jam dakord me Marsin, e meriton. Po pasi e provon atë më. Bëhesh adiktit, bëhesh dependent, bëhesh i varur. Po jo, pra, një sekond. Pse ti rrisim rrogën dhe mos i rrisim verën? Pra, në kuptimin që ta ngarkojmë ti bëjmë një kantinë vere. Po nuk po tallim, o Denis, dëgjoj. Seriozisht e kam, pse duket sikur tallem. Pra ti thua nuk ka nevojë të rritet rroga aty se ai jeton me kaq lekë dhe nuk të më diç fare. Është bohemu për ta thash. Iku mo, dakord. Kjo është tezë Denis mbaroi, Sebastian. Lutem. 1 minutë. Ne kemi buxhetin 8 miliard. Jo, Sebastian, jo. Mos e ra. Lutem, Sebastian, kjo është një perlë, më jap se e dua këtë njerëz më burr.
A manë më burti Kontrolli jo. lart i shtetit thotë që çdo vit ne abuzojmë në kuotat e 1 deri në 1.1 miliardë. Pra abuzohet thuajse 20%. Po çim kjo me Rafi këtu? Atë du të them. Në qoftë se ky lloj abuzimi vjetor nuk do të kishte këtë lloj abuzimi, folëm çfarë për kadastrën, folëm për akshin, folëm në qoftë se do të ishin këtë lloj abuzimesh, i shtohen 2 fish rrogat policëve, 2 fish rrogat infermierëve, 2 fish rrogat mësuesve, 2 fish pensionet dhe ja bën nga Kush e ka bërë të studim? po e them unë tani. Nuk ka ndonjë studim për të? Kam merr shifrat dhe shifi. Dakor. Dhe i bëhet rroga Këshillit Ministrave nga $100.000 në muaj secilit. Seriozisht e ke? Po. Pra ti je përritje atë. Lee Kuan Yew ka qenë lideri i Singaporit për 40 vjet. Është një nga mendjet më të ndritura që mund të njohësh. Në vitet 50 Singapori kishte 6% të njerëzve që dinin shkrim dhe këmbim. Sot Singapori është një nga vendet më të zhvilluara që ka rruzulli toksor. Çfarë bëri Lee Kuan Yew? Tha një gjë shumë thjeshtë. Më të shenjtët janë mësuesit. Këto janë të shenjtët. Domethënë është Zoti në qiell dhe mësuesi në tokë. Po. Të dytët që të kanë jetën dorë janë doktorët, dhe pastaj qytetërimi tha duket në 2 pika. Si sillemi me fëmijën, sa kopshte dhe çerdhe i ndërtojmë, sepse ato janë e ardhmja, por dhe si sillemi me të shkuarën tonë, me pensionistin. Ne kemi 100.000 pensionistë që e kemi me 100 euro në muaj. Tani hajde jeton Shqipëri me 100 euro në muaj. Në qoftë se do ta zgjidhësh të lloj gjëje, e thash pak më herët, ke 8 miliardë euro buxhet. 5 miliardë i tenderon. Nga këto 5 miliardë që tenderon, KLSH-ja thotë që ti abuzon në kuotat thuajse 1 deri në 1.1 miliardë çdo vit, që do thotë ti abuzon me 20%. Ne japim 96 deri në 97% të tenderave, japim afër fondit limit. Merr fut dhe abuzimin brenda në këtë mes. Ajo që të ndodh është, nëse ti i shton 2 fish të gjitha këto rrogat që thash pak më herët, të mësuesit, pensionistit, infermierit, policit dhe kujt do tjetër, të ngelen ty që ti paguash të gjithë anëtarët e Këshillit të Ministrave, siç bëri dhe Lee Kuan Yew, tha, ti e ke rrogën si ministre do ta bëj, tha, $200.000, por unë tha do të pres dorën nëse të gjej duke u korruptuar. Pra Rama e ka mundësinë që t'ia shtoj rrogën vetes edhe ministrave dhe të gjithë tjerëve. Thjesht çështja është duhet na tregoj kush vjen. Unë këtë lloj gjëje e kuptoj. Pra ti je dakord të rritet pas gjithë shpjegimi, ti je dakord nëse pra merren Ja ku është formula. kursehen këto para që ikin. Ja ku është formula. 100. Pra ti nuk je kundër të bëhet 30 milion, se po Po them. sigurisht në. Edhe 40. Po ta thash pra Lee Kuan Yew shenjtëroi Ma the, mësuesin, dakord. që ishte lideri i Singaporit, shenjtëroi mësuesin, edhe doktorin. Por i tha çdo ministri, tha, unë tha do ta bëj rrogën, tha, $100.000, $500.000. Por ama të gjitha duke vjedhur diçka, tha, unë tha do të këpuz dorën. Kaq e thjeshtë është kjo lloj gjëje. Të gjitha paratë aty janë, mund t'ia shtoj rrogën dhe vetes, dhe të gjithë pensionistëve në Shqipëri që 100.000 prej atyre e kanë 100 euro pensionin. Ja shton gjithëve këtyre. Dhe vetes ja bën $200.000, ministrave ja bën nga $100.000 dhe në krahun tjetër është shumë e thjeshtë. Aktualisht që flasim, nivelin rrogave më të mirë në Ballkane ka Kosova, sepse ka të renditur. Sa paguhet kurti? Nuk e di, por di të them që e ka të renditur, sepse ka një rrogë të lartë në administratën publike, ka dhe një rrogë të ulët. Këtu ne nuk e dim, është presidenti me rrogë lartë, është prokurori, apo është kryeprokurori, apo është kryeministri. Nuk e di sa ka presidenti, po këtu vetëm ta staku ka 7 milion. Prandaj ka një hierarki rrogash. Kjo lloj hierarkie rrogash ndërtohet kësaj. Kur ke institucione të cilat mund marrin dhe financime që janë gjysmë private, gjysmë publike, një menaxher i mirë, diku në një institucion e bën dhe ja ve dhe rrogën 100-200.000 euro, që do të dalë që do të jetë shumë efikas si institucion. Por ajo që ndodh në këtë mes është që kjo që tash, kjo formulë kaq e thjeshtë, mjafton ta zbatoj. Ja bën rrogën vetes edhe $200.000 në muaj. Denis për ta mbyllur. Po mendoj që jemi pak në abstrakt. Ti je në parim që s'duhet ngrihet. Jo më po dhe vetë Rama nuk do që ti ngrihet vlla, sepse ka një E bukur kjo, vetë Rama s'do të ngrihet. Po sepse ai pastaj do demotivohet që të shesi edhe piktura. Ki parasysh këtë element substancial që e ka edhe shpirtëror dhe fitim prurës. Pra, qartë, me pan rrogë të lartë nuk të kishte nevojë të bënte piktura, tani i bënte nga halli që të kapi në gjë. Pra humbet gjithë thelbin e vet, substancën e vet. Ai jeton për të bërë piktura. Ai mbledhje bën piktura, samiteve pikturon dhe këto i shet pastaj të gjitha. Vetëm njerëzit e Partisë Socialiste janë njerëz që shkruajnë libra, pasurohen me libra dhe me piktura. Po ta vesh re, pra me botën e brendshme. Perle pa para. Unë kam një Ta s'ka nevojë fare për pasuri, se kanë pasurinë
e vetë të brëndshme shpirtërore dhe atë shesin shpirtin dhe Je i sakt, nuk kam çfarë them fare. Unë mendoj Arjan që Erdhëm le të mbaruam. që Fjalë e fundit. ta kuptojmë sa e domosdoshme është rritja e rrogës Ramës, duhet përfiturojmë një Ram me një rrogë 30 milion lekë në muaj. Dhe unë e përfituroj si këta lideret e kalifateve, për shembull lideri i tretë i kalifatit, Omer Ibn Atabi, thuhet që natën dilte rrugëve, që të dëgjon të hallet e njerëzve në mënyrë që të kuptonte ç'duhet bëj. Imagjino një Ram i cili merr 30 milion lekë, duke ecur rrugëve të Tiranës, për shembull dëgjon një punëtor ndërtimi i cili shkreti me 20.000 lekë në ditë që Një fshesaxhi. Po, vajta që të vizitojmë te doktori më tha pa më sjell 50.000 lekë as nuk të pres. Edhe që i thot vetë shege për këtyre njerëzve Rame për shembull dhe ke lënë sistemin e shëndetësisë. Ecën një çik më andej mund dëgjoj dikë që thot vajta të legalizoj tokat e mia, që i kam me regjim juridik nga familjarët e mi, që i kam AMTP si mas ligjit për ndarjen e tokës e tjerë kërkuan 100.000 euro, ku dëgjoj 100.000 euro s'bën toka. Le më ta legalizoj, mund të eci pak më andej dhe mund dëgjoj në një qyqar që ka përfunduar një proces gjyqësor që s'ka lidhje Tani vetë për Ramsi me rrogën minimumi 30 milionë lekë tjetra në muaj, po. Dhe imagjino sa shumë preket dhe çfarë mund të bëjë nesër, ose kur dëgjon për shembull se si janë rritur çmimet e pasurive të paluajshme. Pra ti thua është një metamorfozë totale. Po. Ramsi me 30 milionë lekë në muaj, ti thua është tjetër Rams nga ky që është. Del nga pylli orbital, do kesh rrugëve. Do jetë me i tunik dhe do dëgjoj gjithë hallet si qajnë qytetarë shqiptar natën. Madje mund ta dhuronte atë rrogën e bëhet vet. më shumë brutal. Po ta dhuruar jo se. Më shumë brutal. Ai e ka orgazmën te heqja e njerëzve që kanë qevuaj. Jo këtë te dhimbshuria, është e kundërt. Jo, do e kaloj. Do kthehet pra thot po të kishte të mirë. Prit ku do e ketë? Nëse ka A shkon B. Jo, do e ketë brutalizmin dhe atyre që shkaktojnë dhimbje. Për shembull, do marrë energjinë te autorët e dhimbjes. Autorët, për shembull, kush ka sot kompanitë më të mëdha ndërtimit? Mund të thonë për shembull Zamo. Do i biri Zamos, pse është karburanti? Larqof. Po pra, do i biri kuptimin pozitiv më. Mirë, rregull. Se puna ta përgëdheri thuaj. Do ta le ta themi kështu do të jetë riedukim. Atëherë shikoj çmimin e karburantit, ato zorat që thua ti që futen që nxjerrin çek motorin. Kush i ka gjetur karburante? Do i thonë është kjo kompania do i shkoj po kastrati, do i shkoj aty në zyrë, do i treqi për veshje, hajde më qafir shive çfarë. Naftë i ka qytetar. Pra trosh Muhameti përveç Denisit vlla, të gjithë janë dakord këtu në studio që duhet rritet dhe duhet të ngrihet mirë. Sa më shumë. Që të ketë mundësi pasaj që sa më shumë. Shikolloj sa më shumë njerëz. Jo, po më citoni saktë, unë thash, ai nuk do që të rritet. Ai nuk do, thua ti. Nuk thash që unë nuk dua që të rritet. Ore, edhe ne nuk kërkojmë ta bëj Ramsi vetë të gjë. A ka një konsensus popullor them që të rritet rroga? Po mund ta vendosë Ramsi po doja bën. Ka drejtë refuzimit. Mi po deri tani nuk ishte propozuar morti Denis. Po mi më në rregull. Është bërë një ngritje rrogës, se ka qenë shumë ulët. Tani vonë është bërë. Që votoi gjithë parlamenti para 2 vjetësh duket. Ai edhe me siklet madhja i bindi dhe deputetët. Dakor, po unë tani flas, shiko. Unë kam për te Ramsi. Bëri negociata me grupin e MThet, thash me jam dakord. Kishte përçarje, kishte fraksione, nuk donin një pjesë refuzonin, si do na rrisësh rrogën, ne refuzojmë, populli është në hall. Dhe i tha, duhet ta bëjmë të punë, tha, taksirat e keni dhe rritën rrogën. A le di çfarë? Do e mbyll me një shokun tim sot, nga Afrika. Po një sekond, para se mbyllush me atë, të bëj dhe unë mbylljen time. Po. Rams. Ciao, bello.